Allahun fuqiplot që edhe neve ata mirësi, dhunti dhe begati të na përfshin, dhe nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu Gjelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush nga ajo rrugë ta humb, lajthit dhe devion, dhe atë që Allahu Gjelleshanu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humb, nuk ka kush e udhëzon. Dhe fjalët më të mira janë të Allahut subhanahu wa ta'ala. E udhëzimi më i mirë është i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe veprat më të këqija dhe të kota të sherrit dhe të gabuara janë risit, bidatet, ato çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithë dhe nga ai na mbroft. Vëllezër të dashur në Islam, jemi në hutben apo xhuman e parë të muajit të bekuar të Ramazanit. Është diçka interesant, por kur e sheh se jemi në ditën e 7 të muajit të bekuar të Ramazanit. Kur e shohim se dita e 7 është sot, që agjirojmë dhe thot 1/4 e muajit të bekuar veç ka kalu. Na ka mbetur edhe 3 javë tjera, dinja vëllezër se ato shkojnë sikur se me qenë 3 ditë. E kur afrohen me shku të gjithë, na duket se kanë qenë 3 orë, por nëse kalojmë disa orë, na duket se kemi jetu disa minuta, edhe kështu është me të vërtet jeta, të cilën Allahu Gjelleshanu na ka dhënë për sprov, me na sprovu ejukum ahsanu amela. Kush për juve do t'i bon veprat më të mira dhe njëkohësisht më të sakta, dhe do t'i bon veprat e pranuara te Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër, agjërimi është një prej shtillave të Islamit, por jo vetëm kaq. Agjërimi nuk është vetëm një akt adhurimi, i cili ka të bën me imanin dhe me shpirtin, por agjërimi është edhe më tepër. Agjërimi përfshin shumë çështje, i përfshin ato çështjet shpirtërore, por i përfshin edhe ato sekretet shëndetësore, por i përfshin edhe i shëron edhe vujtjet, thuj dhimbjet, i qetëson të shoqërisë të atyre të cilët janë të varfër. Agjërimi është me të vërtet vëllezër një vetë disiplinë. Agjërimi veç me agjiru është disiplinë vete. E ke eduku veten tonë, dhe nëse agjiron pa mësu asgjë, vetëm agjiro mirë, si të ka mësu Allahu dhe si të ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dije se e ke eduku veten tënde. Agjërimi tham që është vetë disiplinë. Me të vërtet mëson rregull, çohesh për sifir, pastaj e merr ditën me radhë, e falën sabahun, shkon punë e kështu me radhë. Disiplinë vëlla. Vjen iftari, përsëri ki kujdes, tash iftar, disa herë thon mos me hang tepër, se pastaj për taravih kena problem. E kështu me radhë, çdo gjë është disiplinë. Në anën tjetër çka të mëson edhe me bo sabër. Me bo sabër, me bo durim. A mundet diçka me të mësu me bo sabër që ti je brenda kohës së agjërimit gjithmonë duke bo durim? Sa kohë i bie me agjeru? 10 ora pa marr parasysh, ti çka bën durim. Dhe tjetra është agjërimi ta mëson edhe si arritet devotshmëria. Kur e din besimtari se pse Allahu Gjelleshanu e tregon atë sekretin kryesor të agjërimit, thot kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot besimtari, a për këtë çështje e paska dhënë Allahu Gjelleshanu agjërimin, a për këto e paska bo këtë shtill që ne të bëhen atë të devotshëm, edhe ai sikurse e ka parasysh se devotshmëria ma e madhe, kajmaku, mjalta, ai klini, ai të bëhet vetëm muajin e bekuar të Ramazanit, të bëhet edhe brenda vitit, ama atë si e të bën për 1 muaj ditë nuk mundesh me e të bu brenda 11 muajve tjerë. A kështu thot Allahu, la'allakum tattaqun. Kjo është vëllezër dhe me thonë një sekret shpirtëror, imanor, i devotshmërisë që ta mëson muaji i bekuar i Ramazanit. Nëse flasim për sekretet tjera, që janë ato fizike dhe shëndetësore, me të vërtet sot shkenca moderne ka zbuluar, edhe pse ato kanë qenë edhe më herët,
por kanë zbuluar gjëra që subhanallahu shiqoni vëllezër, sahabët nuk i kanë ditë këto. Nuk i kanë ditë dobit shëndetësore të muajit të bekuar të Ramazanit, nuk i kanë ditë. Tash nëse përmendim disa prej atyre, shiqoni vëllezër, agjërimi rregullon metabolizimin, do me thonë shtof veksël çka i thonë, e rregullon kush agjërimi, nuk i nevojë me bë asgjë, veç agjiron për hir të Allahu xhaleshanu, agjërimi e rregullon ato. Pastaj qetrën pastron trunin dhe rigjeneron qelizat. Nuk mundet as medicina një gjë të tillë ta bëne. Është e paaft, i ka çu durët nga një gjë e tillë. E Allahu subhanahu wa taala shiqo nuk na i ka tregu neve se agjërimi çka bën. Neve ka thonë të bëheni të devotshëm. Agjironi që të bëheni të devotshëm. Përse? Për arsye se me devotshmëri e kënaq Allahun subhanahu wa taala. E Allahu xhaleshanu njerëzit i krijoi që të jenë të devotshëm. Mu për këto i krijoi Allahu subhanahu wa taala. E dikush nxiton, garon për me arrit devotshmërinë, dikush jo. Por shiqos sot si thash, medicina moderne shumë tjetër thot, stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Nuk ka nevojë me marr medikamente, me bë terapi e gjë tjerë, veç agjiron një gjë të tillë çka stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Tjetrën përmison tretjen dhe mund të ndihmoj në reduktimin e peshës së tepër. Kush? Agjërimi. Subhanallahu, unë e ceka 4 për këtire, për nëse flasim shumë, e Allahu shiqoni që ka thot vëllezër, në shumë çështje Allahu xhaleshanu kur na urdhron, në shumë çështje kur na urdhron shiqo që ka thot, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Sikur ato thot Allahu xhaleshanu, walau annahum fa'alu, sikur ato të vepronin, t'ju nënshtroheshin porosive të Allahut, ashtu si këshillon Allahu, lakana khayran lahum, një gjë e tillë do të ishte më hajër për ato, wa ashadda tathbita, dhe ato do të ishin më stabil në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj përsëri thot Allahu xhaleshanu, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju besim drejt, kur Allahu xhaleshanu ju thret, ju urdhron dhe i dërguari i tij, binduni urdhrit e Allahut subhanahu wa taala, se ati është jeta juaj, ati ju kënaqeni, ati është lumturia juaj. Prandaj shokët e Muhamedit alayhis salam nuk e kanë pyet pejgamberin alayhis salam çfarë dobi ka agjërimi ja Resulullah. Ai pastron qelizat, a e redukton këto e gjëra tjera, nuk e kanë pyet Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, por i nënshtru urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ato kanë qenë edhe të shëndosh në këtë botë, por kanë qenë edhe të shëndosh me iman dhe e kanë arrit edhe devotshmërinë. Nëse flasim për sekretet shoqërore, e dim që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai në këtë aspekt e ka mbajt bajrakun. Prandaj thot Ibn Abbasi, siç e ka nxjerrë Imam Buhariu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot Ibn Abbasi ka qenë më bujari. Punë të mira ka qenë më i shpejti, ka qenë ai më solidar, ka ndihmuar për muajin e Ramazanit hala më shumë thot. Kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. E kështu kur e sheti se shëmbulltira jote Muhamedi alayhis salam në punë të hajrit, ku ka ndihmu, ka dhënë sadaka, ka dhënë lemosh, ka qenë i pari, edhe ti thua ai është profeti jem dhe Allahu xhaleshanu më ka urdhëruar që unë ta pasoj atë sallallahu alaihi wasallam. Nëse flasim vëllezër për sekretin e faljes dhe të mëshirës, Muhamedi alayhis salam shiqoni si i nxitën dhe e motivon ummetin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ki hadith vëllezër, ki mban mesazhe të mëdha në veten e tij. Pse mban mesazhe të mëdha në veten e tij? Për arsye se besimtari kur e ndëgjon këtë hadith thot, nëse agjiroj unë muajin e bekuar të Ramazanit me plot bindje, besim ndaj kësaj shtille se është urdhër. A më thon shiqo, duhet të jetë bindja e plot. Unë agjiroj pse? Nuk agjiroj kot unë, se e kena tradit. Jo valla, se kena tradit. Unë agjiroj pse unë besoj në këtë shtill. Unë besoj se Allahu xhaleshanu na ka urdhëruar imanen, vëllezër, çështja e imanit, çështja e qëllimit, niyetit duhet me qenë në radhë parë.
men sa me Ramadan imanen, me plot iman, me plot bindje ndaj kësaj çështje, wahtisaben, duke e shpresu cilin, shpërblimin tek Allahu xhaleshanu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nëse flasim për sekretin e agjerimit në botën tjetër, këto Allahu xhaleshanu ja kam shef edhe melekëve. A nuk i ka thonë Allahu xhaleshanu melekëve shkruni? Ata i thanë çka? Të më thonë edhe lapsi, shkruaj tha çka do të ndodhe deri në ditën e gjykimit. Edhe melekët edhe ato shkruajnë. Por të shpërblimi i agjerimit e kalon Allahu xhaleshanu sekret dhe thot kullu amel ibni Adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Që kjo kur e dim besimtari, a nuk ka vëllezër i merr sevapet e durimit e gjëra tjera, por e pret me shpirt botën tjetër ta marrish shpërblimin e agjerimit, se Allahu e kalon sekret. Imagjino ti kur Allahu xhaleshanu le diçka sekret. Çfarë mundet me qenë ajo? Nëse një biznismen, një milioner apo një pareli i madh thot unë kam me të dhonë ti një hejdije, nuk tregoj, po kam me të dhonë hejdije në fund vitit. Çka mendon me të dhonë ai? Nëse dikush që nuk e ka pasurinë ati, thot kam me të dhonë një dhurat, nuk e lodhen mendën shumë. A më thot një milioner unë kam me të dhonë një hejdije, vallahi gjumi s'të merr. Nuk merr gjumi tu mendu çka do të jetaj. Mos ma jep një kerë, sa i ka plot Ferrari, plot ka Mercedes A3, mos më japet diçka më të madhe, mos ma jep dhe një banes apo dhe një shtëpi, sa i ka me qindra shtëpia, e ti nuk merr gjumi. E Allahu xhaleshanu vëllezër, si duhet t'i kushtojmë në rëndësi agjerimit ton kur thot Allahu xhaleshanu kullu amel ibni Adama lehu, gjitha veprat e birit të Ademit janë për to, illa as-sawm. Agjerimi është për mu, thot Allahu xhaleshanu. Se këtu nuk ka hise askush. Që vëllezër, duhet me i kushton rëndësi kësaj fjalës, fe innehu li, agjerimi është për mu. Dhe unë shpërblej për ato. Bëne që agjerimin tënë t'ja dedikosh vetëm Allahut subhanahu wa taala. Mos u korrit me Allahun, se Allahut ka thonë ajo është për mu, ti thë ja Rab, kanë hise edhe tjerët. Ki frikë Allahun subhanahu wa taala, se ndoshta as shpërblim nuk e merr. Allahu thot agjerimi është për mu, e ti fitat e hise edhe dikon tjetër, apo e përzin agjerimin tënë me harame, me punë të këqija, kjo më boll është turp në vete ditën e gjykimit. Wa ana ajzi bihi, thot Allahu, dhe unë do të shpërblej për to. Edhe pika tjetër vëllezër është shumë me rëndësi. Çka është sekreti i muajit Ramazanit? Edhe kjo është një sekret i madh. Allahu e ka bëu që ti ta njohësh veten tënde, nefsin tënd muajin e Ramazanit. Valla tash je i pastër, rahat. Tash e heton nefsin, ka hek, angjajth an majt. A e dini ai që dishon te keri ti, se valla keri jem po mhek, angjajth an majt, nuk e di. Ama është një rrugë tonë me gropa, është e rruga. Ajo ka vija, kanale, është kisun e heton ati. Thot kur dhe dalë në rafsh, dalë shaj volanin, diqaj durët e tash dhe ta hetoj. Anë gjajth a majt më hek të me thonë volani, ati kam hek keri. Edhe kur shkon ke mjeshtri ki, vetëm mjeshtri. Që që thot, më hek nonën e majt dikund, jo shumë për një 5%, pse? Se herësën në rafsh. E tash ne, në ka mundësu Allahu xhaleshanu me njoft nefsin ton, me u bo me të vërtet të zotët e vetit ton, me dit nefsin ton. Ku kena ne problem tash? A kena me shikimin? A kena me ndigjimin? A kena me gibetin? A kena me përtacin? Me qka ki? Shejtanat i ka lidhë Allahu xhaleshanu. Hadithet janë shumë ta. Edhe shejtanat ato mërëdet, ato matë këqit, matë aftit, matë kriminalat, mërëdet që quen, mërëdet të shejatin, edhe shejtanat tjeri ka lidhë Allahu xhaleshanu. E të kalon të i Allahu xhaleshanu me nefsin. Ti edhe nefsi jotë. Përpiqu me dit nefsin ton, se pastaj mas mujt të bekuar të Ramazanit, ku të lishon edhe shejtanat, dhe ti nuk e ke eduku nefsin ton tash, di atëherë shejtanat kanë me ndihmu edhe më tepër, dhe ti përsëri ke me të hek keri jot përsëri në gjajth, apo në majt, dhe ti nuk munden mujnë e Ramazanit qka me regullu. Thot Allahu xhaleshanu, inna nefse le emmaretun bisu. Me të vërtet, nefsi është i prira, nga vetja ati është i prir nga e keqe. A i thot me bo keq, me shiku keq, me fol keq, e gjëja tjera. Thot me një hadith Muhamedi a.s. El mujahidu men jahada nefsehu lillah. Thot Muhamedi a.s. A dini kusha mujahidi vërtet? Halis mujahidi vërtet është ai i cili e lufton veten e tij për Allahun subhanahu wa taala. Don ta pastrone nefsin e tij. Allahu çka thot? Qad aflaha men zakkaha wa qad khaba men dassaha. Ka shputu, thot Allahu xhaleshanu, ka shputu në botën tjetër kush? Ai i cili e ka eduku nefsin e tij.
ai i cili e ka pastru nefsin e tij. Thot Allahu përsëri për çështjen e nefsit, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin." Allahu thot, ato të cilët e dhanë maksimumin për ne, e bon gjihad me nefsin e tyre, lanahdiyannahum subulana, kena me i drejtu ato rreth rrugës tonë, do t'ja mundsojmë ati me ardh tek ne me kollajllik. Pse? Wa inna Allaha lama'al muhsinin, dhe Allahu xhelleshanu gjithmonë është me ato të cilët bëjnë vepra të mira. Vëllezër, mos mendojmë se na kanë mbetur edhe, dhe me thonë, edhe 3 javë ditë për Ramazan dhe thonë elhamdulillah, kena kohë. Ai kejis që ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai mençuri është ai i cili e kontrollon, e bon analizë, e korrigjon veten e tij. Ai tjetri, el ajiz, ai përtaci, ai dembeli, ai është i cili nuk punon vepra të mira dhe mendon që Allahu xhelle shanu ati do t'ia fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah.